Nga ana tjetër, dua të them diçka që është shumë e rëndësishme sepse ka pasur shumë lloj fjalësh në eterin e rrjeteve sociale edhe në tribunat e propagandës kundër gjithë këtyre masave. Është thënë që po do të rriten pensionet, do të rriten pagat, po do të rriten edhe kontributet. E vërteta është që normat e kontributive që aplikon Shqipëria janë më të ulta se sa vendet e rajonit, por ne nuk do të bëjmë asnjë rritje të kontributeve në këtë fazë. Kështu që të gjithë duhet ta dinë se gjithçka që do të rrisim në buxhetin familjar për pensionistët, për punonjësit administratës dhe gjithçka do të rritet në buxhetin familjar dhe të punonjësve në sektorin publik si rezultat i rritjes pagës minimale, është vetëm rezultat i rritjes së ekonomisë.